Bashkia e Vlorës vijon zbatimin e programit të rehabilitimit të infrastrukturës rrugore në lagjet e qytetit. Një tjetër segment i rëndësishëm është përfshirë në hartën e investimeve dhe tashmë ka nisur punimet për rikonstruksionin e tij. Bëhet fjalë për rrugën në lagjen Pavarësia, e cila lidh bulevardin kryesor të qytetit me bllokun e Banimit, pranë palestrës së Mundjes. Ky segment konsiderohet një nga akset më të rëndësishme të qarkullimit për banorët e zonës, pasi shërben si një lidhje me disa lagje të populluara dhe përdoret çdo ditë nga qindra automjete dhe qytetar. Ndërhyrja vjen pas përfundimit të punimeve për shtrimin e rrjetit të ri të ujësillësit në këtë zonë. Si pjesë e programit të rikthimit në gjendjen optimale të rrugëve, Bashkia e Vlorës ka nisur asfaltimin e segmenteve, aty ku janë kryer edhe investime në infrastrukturën nëntoksore. Punimet për këtë segment përfshin sistemimin e trupit të rrugës, përgatitjen e bazamentit si dhe shtrimin e shtresave të reja të asfaltit, çka do të përmirësojë ndjeshëm kushtet e lëvizjes për automjetet dhe këmbësorët. Për banorët e zonës, ky investim ishte prej kohësh i nevojshëm, pasi pas punimeve për rrjetin e ujësillësit, rruga kishte krijuar vështirësi në qarkullim dhe kishte nevojë për rehabilitim të plot. Ky investim merr një rëndësi të veçantë edhe për faktin se segmenti ndodhet pranë bulevardit kryesor të qytetit, një zonë me fluks të lartë lëvizjeje gjatë gjithë vitit dhe veçanërisht gjatë sezonit turistik. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në këtë pjesë të Vlorës pritet të lehtësojë qarkullimin, të rrisë sigurinë dhe të ofrojë kushte më të mira për banorët, bizneset dhe vizitorët. Rehabilitimi i këtij aksi është pjesë e një programi më të gjerë investimesh që Bashkia e Vlorës po zbaton në disa lagje të qytetit. Paralelisht me këtë segment, puna vijon edhe në rrugë të tjera ku më parë janë kryer ndërhyrje në rrjetin e ujësillësit, ndërsa në disa prej tyre asfaltimi ka përfunduar dhe tashmë janë rikthyer në funksion të plot. Ndërhyrjet synojnë jo vetëm eliminimin e problematikave të krijuara pas punimeve për rrjetin nëntoksor, por edhe modernizimin e rrugëve në lagjet më të banuara të qytetit, me vijimin e punimeve në disa akse njëkohësisht dhe përfundimin e asfaltimit në segmente të tjera. Bashkia e Vlorës synon që brenda këtij sezoni turistik, një pjesë e konsiderueshme e rrugëve të planifikuara të rehabilitohen, duke përmirësuar qarkullimin dhe imazhin e qytetit në një periudhë kur Vlora pret mijëra vizitorë vendas dhe të huaj.